Berberi i Lëvizës, një ide e nisur rreth 6 vite më parë, sot mbetet ndër të vetmet shërbime të këtij lloji në Ballkan. Shkëlqim Bilaj, i njohur si berberçimi, ka zgjedhur një koncept mjaft origjinal që vjen pas afro 35 vitesh eksperiencë në këtë profesion. Berberi i Lëvizës është një ide që ka ngjallur mjaft interes e që padyshim kërkon edhe përkushtim. Vetë berberçimi e cilëson pikërisht kështu, duke theksuar se pas nisjes së punës në një ambient të vogël vite më parë, ai u zgjerua në një sallon në Vlorë, ndërsa ai 6 vite më parë ideoi edhe shërbimin Berberi i Lëvizës, një nismë që ka rezultuar mjaft e suksesshme për të. Tashmë prej 6 vitesh ai operon kryesisht në zonën e Lungomares, por gjatë sezonit turistik veror, lëvizet edhe përgjatë gjithë vijës bregdetare nga Dërmiu e deri në Himar, madje edhe deri në Saran dhe Eksamil. Atëre përshëndetje një miserdhet, është viti 6 që jemi këtu në Lungomare. Ne nuk kemi vetëm këtë mobile barbershop qimi, por ne kemi dhe një salon në qendër të Vlorës, kemi dhe një akademi. Pra ne zhvillojmë dhe kurse. Eksperienca jonë është 35 vjeçare. Duke patur një eksperiencë kaq të gjatë, kaq të madhe, na ka lindur idea për të bërë dhe një mobile barbershop qimi, e cila ka shërbyer për qytetin e Vlorës. Profesionet ndonjëherë zbulojnë, janë talent, janë dhunti. Unë kam nisur që 12 vjeç të profesion edhe pasioni vazhdon të jetë akoma si dita e parë. Pra pasioni të çon përpara. Po s'pate pasion, dëshirë dhe vullnet, nuk mund të bësh dot asgjë. Ne kemi tradit nga gjyshi, nga vllai im, domethënë duke patur dhe tradit, është akoma dhe më e bukur dhe më e fortë dhe më profesionale. Ne 2 vitet e para kemi qenë në lëvizje. Ideja është sepse prandaj quhet mobile barbershop. Ideja është gjithmonë në lëvizje. Pavarësisht që ne kemi 3-4 vjet që jemi stacionuar këtu, bëjmë në një lëvizje, sepse kemi në një telefonat, por më shumë për momentin jemi këtu 2 vitet e para, kemi lëvizur gjithë Bregdetin, deri në Saran. Kjo punë, ky biznes i vogël, patjetër që ka dhe kosto ekstra, sepse ti nëse këtu mund të qetesh me një çmim, sepse je i qëndruar, kurse kur vjen një kërkesë e caktuar, detyrimisht që çmimi është pak më i lartë. Por gjithmonë kërkesat ka qenë nga të huajt, sepse e shikojnë dhe si gjë të veçantë, por tek e fundit e duan dhe shërbimin ton. Atëherë ne kemi shkuar deri në Eksamil, ne kemi shkuar në Saran, ne kemi shkuar në Borsh, në Jalë, në Dërmi kemi punuar shumë. Pra lëvizjet tona kanë qenë të shpërndara, gjithmonë përgjatë vizë bregdetare. Me thënë të drejtën, ne jemi vlonjat, patjetër, eksperienca ime në qytet është e madhe, do dhe pak kohë që të vi ky shërbim dhe për vlonjatët. Nuk është se me vlonjatët ka kërkesa, që ty të marrë një vlonjat dhe të thotë, eja të më shërbesh, do dhe pak akoma. Unë kam diku të 15 kursant, pra kryesisht janë kursant të moshave të reja, por kemi dhe mosha të ndryshme, por kryesisht janë mosha të reja që e duan zanatin. Dhe gjithmonë motivi jonë ka qenë dhe shpresojmë që të ketë sa më shumë të rinj, të marrin zanatin ton, të marrin profilin ton dhe të shërbejnë po këtu, që mos të na largohen. Berberçimi pranon se interesi më i madh vjen nga turistët e huaj, por edhe nga shqiptarët e diasporës. Shumë prej tyre jo vetëm marrin shërbimin, por realizojnë edhe foto, pasi bëhet fjalë për një koncept të veçantë dhe të rrallë. Ai tregon se ka patur kërkesa për të ofruar shërbimin në zona të ndryshme, ndërsa tarifat ndryshojnë në varësi të largësisë dhe kërkesave të klientëve. Në raste të veçanta, kostoja e shërbimit ka arritur deri në 500 euro. Çimi thotë se mes klientëve të tij nuk kanë munguar as personazhe të njohur të ekranit. Interesi më i madh është i tuajve. Shumë tuaj ndalojnë, bëjnë foto, bëjnë video, po kryesisht është interesi i tuajve. Është edhe i diasporës, domethënë emigrantëve, në përgjithësinë gjitha treva shqiptare që zgjedhin Vlorën dhe vinë ndalojnë, marrin shërbimin ton, e shikojnë si një gjë shumë të veçantë, sepse vërtet ideja jonë është shumë e veçantë, është rrallë ta gjesh, nuk e gjen. Ky është një profesion që mund të ushqesh, krijon një biznes, ecë më përpara, domethënë është një profesion nëse ta lidh me pjesën e pasionit. Kush e ka pasion, ashtu si unë e kam pasur dhe e kam akoma, ti ecën shumë para, sepse unë në ato vite e kam nisur me një dyqan të vogël, si ishin atëherë me ato kioskat e vogla, jemi rritur, kemi marrë sallonin, kam bërë akademin, bëra mobilin, domethënë gjithmonë dëshira e punës dhe pasioni është një profesion fitimprurës. Sot që flasim bashkë, kur ne na marrin në lëvizje që ikim kaq larg, ne kemi marrë dhe për një prerje
Do me thënë, po e them pa hezitim, edhe 500 euro për një lëvizje. Do me thënë, nëse unë kam vajtur në kësa mil, unë kam marrë edhe 500 euro. Është, jo, nuk është angrëlik, kryesisht juaj e pranon, sepse do shërbim dhe është një juaj cilësor. Në momenti që juaj është cilësor, do me thënë kërkon cilësi. Na ka gjetur, na ka komunikuar, sepse ne dhe në rrjetet sociale kemi qenë gjithmonë të pranishëm. Dhe është një mundësi që i vete i shërben aty tek residencat e hotelit, e shtëpia ku ai është. Kemi pasur edhe persona, ato vitet e para po, s'po më kujtohet tash, po kemi pasur edhe persona VIP, kemi pasur, na ka vizituar edhe vetë kryeministri, zoti Rama. Mon, si një gjë të veçantë në qytet dhe jo vetëm. Berberi i lëvizjes Çimi, një ide krejt e veçantë e nisur 6 vite më parë. Tashmë është një shërbim që mund ta gjesh vetëm në Vlorë e që mbetet unik në të gjithë Ballkanin. Fillimisht nisi si një mënyrë për të shërbyer pushuesve gjatë sezonit turistik, ndërsa sot 6 vite më vonë rezulton një sipërmarrje mjaft e suksesshme dhe me interes të vazhdueshëm nga klientët vendas dhe të huaj.